Përshëndetje shikues të 25. Jemi këtu përsëri me mua, Yahya Bazin, në Pretiumin e radhës, pra misionin Pretium, ku këtë javë të ftuar kishim Enkele Recepin, kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Lugin, ku folëm për aktivitetet me të cilat merr Këshilli, gjendjen e shqiptarëve në Lugin dhe më shumë sepse siç edhe vetë emri i emisionit që është Pretium, që nga latinisht do thot vlerë ose çmim, varet se si përdoret. Pra, është vlerë që shqiptari i Luginës, por pa shumë paguajnë një çmim të madh si shqiptari i Luginës, sepse çdo ditë para teje shfaqet diskriminimi, sepse çdo ditë ke të bësh me ata të cilët dëshirojnë të bëjnë spastrim etnik, pra ndaj popullit tant, por ne do të mundohemi edhe me emisione tjera që jemi atje, sepse gjendja është shumë më ndryshe nga pjesë tjera ku banojnë shqiptarët. Ju vazhdojnë të ndiqni emisionin, po pakalutë emisionin nëse mund ta bëni like videon, por ajo mund bëhet thënë në fund të emisionit nëse ju pëlqen emisioni, subscribe kanalin tonë 25, kështu që vazhdojnë të ndiqni emisionin. Përshëndetje zotëri Recepi, faleminderit që pranoni të jepni një intervistë për kanalin tonë 25. Faleminderit edhe juve, është kënaqësi dhe realisht mirë se keni ardhur në Këshillin Kombëtar Shqiptar. Ju si kryetari i ri i Këshillit Kombëtar që keni marrë mandatin tani, si do ta përshkruani rolin dhe rëndësinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar për shqiptarët në Luginë të Preshevës? Po, Këshilli Kombëtar Shqiptar është institucioni më i lartë në Serbi, i cili mirret kryesisht me të drejtat e shqiptarëve, anë mban që gjenden në Republikën e Serbisë dhe kryesisht janë ato gjëra të cilët çdo ditë diskriminohemi apo kanë pjesët në të cilat ne ballafaqohemi çdo ditë me këto pengesa në të cilat dhe Këshilli Kombëtar i ka fushat e veta me të cilat merret te kjo pjesë. Cilat janë prioritetet strategjike të Këshillit Kombëtar Shqiptar në mandatin tuaj? Kemi shumë plane dhe strategji dhe prioritete për të realizuar, por fatkeqësisht shumë prioritete tona po hasin në vesh shordhët nga qeveria e Republikës së Serbisë, sepse çdo ditë po diskriminohemi dhe çdo ditë me mos funksionimin me mos dëgjimin apo të cilët Ministria e Serbisë nuk na dëgjon, por realisht ne propozimet e tona që i japim apo idetë apo themelimet që i japim, ata çdo ditë na neglizhojnë dhe ne pra i kemi 4 shtyllat kryesore, të cilët janë arsimi, kultura, informimi, gjuha dhe simbolit, po ashtu edhe drejtat dhe avancimin e shqiptarëve nëpër institucione. A janë vetëm që bien vesh të shurdhër apo edhe ju pengojnë? Realisht është pengesë diskriminuese, sepse kjo qasje i pengon Serbisë. Do në çdo arritur tek shqiptarët i pengon Serbisë dhe me këtë rast Serbia me këto metoda realisht do të mos jetë Serbia të jetë vetëm me serbe dhe jo e të tjerëve dhe realisht Serbia funksionon me ideologjinë e botës serbe. Në botës serbe në këtë shtet apo me ndryshe që quhet edhe në opinion me Serbinë e madhe. Doktrina e tyre. Po, doktrina e tyre, të cilët çdo herë ushqejnë dhe kjo ushqim i tyre nuk fillon prej kohës, por fillon prej shkollës fillore, të cilët e ushqejnë edhe nëpër shkolla. Dhe kjo është një metodë e tyre që çdo ditë ngjallën në urrëtie dhe çdo ditë është pengesë për funksionimin edhe të Këshillit, po edhe të komunave tona, të cilët ne veprojnë shqiptarët. Si vlerësoni gjendjen e drejtave të shqiptarëve këtu në Serbi sot, veçanërisht në aspektin e përdorimit të gjuhës shqipe, arsimit simboleve shqiptare? Po, shqiptarët janë populli më i diskriminuar në Ballkanin Perëndimor. Këto në Serbi nga pakicët. Realisht, po ta shohim raportet ndërkombëtare, se nuk po e themi vetëm ne, po e thënë raportet ndërkombëtare, nëse raportet e BE-s apo edhe raporti i Helsingut, shohin diskriminimin tërthort dhe shumë të madh ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Sepse çdo ditë ballafaqohemi. Fakti mosnjohja e diplomave, pasivizimi i adresave, janë dy elemente kyçe ku me mosnjohjen e diplomave shqiptarët detyrohen të migrojnë. Dhe kjo është strategjia e botës serbe, të cilët don ta shpopullon këtë vend dhe ky vend domethënë ballafaqohet çdo ditë me problemet. Po ti bëjmë krahasimin me serbët në Republikën e Serbisë,
në Republikën e Kosovës, ata do ta shohim, ata janë të privilegjuara nga aspekti, sepse kanë kuota të veçanta në çdo vend, në çdo institucion janë me kuota të veçanta. Ndërsa ne në Luginë të Preshevës, shqiptarët nuk janë të përfaqësuar në institucione qendrore dhe Republika e Serbisë apo qeveria e Republikës së Serbisë, partia e shtetit e Vučićit, çdo ditë diskriminon dhe dëshiron dhe strategjia e tyre është ky vend të zbrazet dhe të jesë siç është pjesa e Medvegjes, ku aty kemi probleme shumë të mëdha, sepse aty ka ndodhur vërtet spastrimi etnik nga pasivizimi i dyndja, nga pasivizimi i drejtave dhe mosnjohja e diplomave dhe janë disa faktorë kyç tjerë që ndërlidhen me pjesën e pasivizimit, sepse pasivizimi është një megalomane e kësaj çështje. Por, po ta shikojmë, janë edhe gjëra tjera, të cilat ndërlidhen me shpopullimin e vendit, siç janë shumë mosnjohja e diplomave apo mospusimi, sepse me mosnjohjen e diplomave shqiptarët detyrohen të migrojnë. Sepse duhet të gjejnë një zgjidhje. Ata nuk kanë zgjidhje, shumë të ri sot i kemi në mërgim për këtë arsye sepse nuk i njihet diploma e Republikës së Kosovës. Po deri tani kemi pas edhe probleme me notifikimin edhe nga Republika e Shqipërisë, edhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Këta janë shumë probleme që ndërlidhen me çështjen e shpopullimit. A ka parim përfaqësimi në institucione apo çdo herë po gjendja duke shkuar duke kërcësuar në institucione shtetërore? Çdo herë shohim, kthejmë prapa. Sepse diskriminimet si politike, si ekonomike, si sociale janë të shumta. Dhe këtu ballafaqime do i shohim, që Lugina e Preshevës po zbrazet nga çdo pjesë e institucioneve, të cilët janë republikane. Dhe shqiptarët detyrohen të shkojnë në Vraj, në Nish apo në vende tjera për ta nxjerrë një dokument që është zyrtari i qeverisë apo i ndryshe në mënyrë republikane. Po kjo rasti i fundit ku nuk u pranua asnjë policë shqiptar në Luginë Preshevës, cilat ishte arsyet ose apo vetëm kishte një arsyetim që mos pranohet? Nuk ka arsyetim tjetër përpos që këta të rinj që kanë konkurruar janë të nacionalitetit shqiptar. Pengesa është vetëm sepse janë shqiptar. Dhe Serbia dëshiron të kthehet në vitin 2001. Me këtë tentativë që është duke bërë Serbia, realisht po kthehemi në vitin 2001, ku shqiptarët kanë qenë të maltretuar, të raskapitur çdo ditë nga vujtjet që ka shkaktuar policët serb, të cilët këta policë realisht po t'i shohim tash që janë pranuar, janë policë nga Vraja, Nishi, Leskoci, që vinë këtu dhe punojnë, dhe më shumë i del pjesa e rrugës se sa pjesa e rrogës të tyre. Dhe tani jemi duke nxjerrur shifrat dhe po e shohim që në mënyrë drastike është duke rënë numri i policëve shqiptar. Dhe nëse fillon ky avaz dhe nuk dyshon ky, realisht do të vim në fazën e 2001-shit dhe kjo do të jetë një tjetër, do të hapet një tjetër temë, do të hapet një tjetër konflikt dhe nuk do të krijohen stabilitet politik në Luginë të Preshevës. Pra në zona shqiptare nuk do të ketë policë shqiptar. Nuk do të ketë policë shqiptar, se po ta shohim shumë tani janë bërë shumë vite që policia multietnike që ishte pjesë e marrëveshjes së Konçulit, të cilët ishin edhe pjesë ndërkombëtarët, apo edhe pjesët tjera që kemi planin 7 pikë dhe plani aksional nuk po realizohen. Dhe me marrëveshjen e Konçulit, tani ata policë multietnik sot menda këtyre 5 viteve të gjithë do të dalin në pension dhe realisht nuk po kthehen më, nuk po rimbursohen me njerëz të tjerë, me të rinj shqiptar dhe po ta shohim sipas avazit sa konkurrojnë shqiptarët, domethënë i ka humb edhe më kredibiliteti, sepse ata po e dinë shqiptarët tonë që nuk do të punësohen më. Sepse një kohë ka pas 50 vjet që kanë konkurruar policistë, një kohë 30 vjet, dhe tani numri i fundit që kanë konkurruar janë 11 vjet. 11 të rinj. Dhe unë diskutova me të rinj ishin tek unë dhe të gjithë ishin fazat e kaluara, vetëm asnjë arsyetim nuk e kanë sepse nuk janë pranuar. Kjo është fatkeqësi sepse Serbia nuk po ndryshon, një vend të cilit pretendon për Bashkimin Evropian dhe ende i diskriminon pakicat e saj. Sepse Serbia ka probleme edhe të mbrëmshme të vetët, si po shihen protestat. Por realisht çështja është sepse ne si pakicë
domethënë nuk po kërkojmë asgjë më pak as më shumë, vetëm ato të drejtat tona që na takojnë. Domethënë që e kanë në mënyrë kushtetuese. Dhe kjo është fatkeqësia të cilët po ndodh në Serbi. Po për këto marrëveshje që janë bërë me ku kanë marrë pjesë edhe ndërkombëtarët. A ka ndonjë reagim mbi rastet e fundit të ndërkombëtarëve? Po tani ndërkombëtarët mendoj që po e lëdhatojnë pak si shumë Serbinë dhe mendoj që faktori ndërkombëtar duhet të ngritë zërin dhe duhet të kushtozojë Serbinë. Sepse me moshë kushtëzimin e Serbisë, Serbia po shkon në afate kohore shumë të mëdha dhe realisht asgjë nuk është realizuar nga ato që vetë është nënshkruese. Dhe domethënë po e gënjen edhe faktorin ndërkombëtar, edhe pse garantues ka qenë faktori ndërkombëtar. Po kemi planin 7 pikë, kemi marrëveshjen e Konçulit, kemi edhe pjesën e të cilët domon planin aksional dhe ajo nuk e përfill fare. Dhe kjo është fatkeqësi sepse këtu po humbim ne shqiptarët. Nëse Serbia me këto politikat e saj diskriminuese çdo ditë po na pasivizon dhe çdo ditë po ecë tutje duke mos mbetur asnjë institucion shtetëror në luginj të Preshevës. Po tani pak do të flasim për punën e këshillit. A mund të tregoni për sfidat dhe sukseset në fushën e arsimit gjithë shqipe, pra në Preshevë, Bujanoc, Medveç po ashtu dhe në Pazartlik ose Sanxhak? Po tani, ne arsimin është një ndër prioritetet e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Tek pjesa e arsimit ne kemi problemet se ende nxënësit e shkollës së mesme mësojnë me anë të shkrimit. Domethënë se ende nxënësit e shkollës së mesme nuk kanë libra shqip, sepse Serbia nuk i lejon. Ishte një fazë kur viti në mandatin e kaluar kam qenë edhe koordinator për arsim, kur në atë kohë prej vitit 2018 deri në vitin 2020 arritëm që me qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe qeverinë e Republikës së Serbisë të bëjmë një koordinim dhe të sjellim librat për shkollat fillore, për nxënësit e shkollave fillore. Dhe realisht po edhe aty nuk janë të gjithë librat e shkollës fillore, por realisht ishte një hap tutje ku menduam që Serbia po merr një hap, po demokratizohet, që realisht ishte shumë falso. Dhe çështjet e arsimit janë baza e një kombet dhe ne po mundohemi, pra te kemi futur si prioritet që të arrijmë nivelet më të larta dhe pikësynimi është librat, të mundohemi që librat sa më shumë të jenë pjesë kryesore, por realisht edhe trajnimet me mësimdhënësit, edhe shumë faza të tjera digitalizimi i shkollave, sepse duke i parë që ne nuk po kemi libra, ne duhet të marrim një hap dhe të fillojmë me digitalizimin që spaku të kemi ato pjesë të cilat mund të mësojmë libra shqip. Dhe një fazë shumë e mirë është që qeveria e Republikës së Kosovës çdo vit ndan libra të falas dhe kjo është një e mirë që nxënësit shqiptar të shkollës fillore i kanë libra të falas dhe ky kontribut e vlerësoj shumë dhe përshëndes sepse është një kontribut që po investohet në çështjen e arsimit. Po kjo aktivitete që kanë filluar pra për gjuhën shqipe në Sanxhak. Kjo është një pjesë e idetë projektit ton të Këshillit Kombëtar Shqiptar për produkt të Këshillit Kombëtar Shqiptar i financuar nga Republika e Shqipërisë, nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë, realisht i Ministrisë të Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë. Ky projekt mendoj që është në kohën e dur dhe në fazën të cilët po e shoh që po e pëlqejnë në Novi Pazar, te Sanxhak dhe jemi me anë të këtij kursi, por i kthejmë origjinën të cilët e kanë ata shqiptarë të cilët kanë qenë të diskriminuar nga shteti dhe janë tërhequr nga një asimilim. Po, një asimilim të detyrueshëm, por tani ata po e ndjejnë prezencën e shtetit, po e ndjejnë prezencën e shqiptarëve dhe po e ndjejnë prezencën edhe të Këshillit dhe të cilët kemi shumë projekte tjera që do t'i ndërmarrim për shqiptarët në pjesën e Sanxhakut, ku çdo vit po e shohim po rritet numri, si vjet kemi numrin 47 të shqiptarëve dhe kanë filluar edhe të regjistrohen si shqiptar dhe domthonë kjo pjesë është pjesë ndër të cilët edhe ne po ndihemi mirë, por edhe realisht ata po kthehen në origjinën e tyre, të cilët e kanë pasur. Po këto projektet kulturore për ruajtjen dhe që promovojnë traditën, kulturën shqiptare, cilat janë ato që keni pak më prioritet ose angazhimin që çdo vit mundohemi, domthonë të krijojmë, kemi krijuar edhe festivale dhe po krijojmë ende festivale
duke ruajtur kulturën dhe traditët tona që kemi pas, sepse këto janë pasuri e vendit tonë. Dhe Lugina e Preshevës ka potencial, ku po shihet me anë të festivaleve, sallat janë të mbushura dhe e sheh që ka një potencial që duhet të rritet, të ruhet dhe të trashëgohet kjo pjesë, sepse shumë të rritet tanë duhet të kenë bazën e traditës së tyre. Dhe me anë të traditave ata mund të jenë pjesë e çdo për procesi kulturor në këtë vend. Dhe kjo është një pjesë që ne jemi duke angazhuar që çdo herë të hapin rrymë tjera dhe të hapin kultivim sa më tradicional dhe sa më kulturor për vendet të cilët i kemi pasur dhe kemi trashëguar brez pas brezi dhe të jemi sa më koherent me kohën në të cilët sot jetojmë duke i pasur gjithë vështirësitë që i kemi. Sepse në pjesën kulturore, trashëgimisë tonë kulturore, nga shteti i Serbisë nuk financohemi fare. Dhe realisht këto ne mundohemi me mjetet vetanake që ka Këshilli Kombëtar dhe donacionet që i marrim nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës. Cili janë bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë dhe Kosovës? Bashkëpunimi është shumë i mirë, ka filluar dhe më tej të zgjerohet. Pra me Republikën e Kosovës kemi fond të veçantë, të cilët i dedikohet shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Si vjet kemi fondin prej 4 milion dhe vetëm kemi filluar ta realizojmë, tani kemi bursë dhe tani do të hapim konkurse tjera ku shqiptarët duke ruajtur kulturën, traditën, arsimin, gjuhën dhe pjesë të tjera të drejtave të shqiptarëve, të avancohemi në këtë aspekt dhe të ruajmë dhe kryesisht të ruajmë, sepse palca është e shqiptarëve që të ruajmë këto gjëra dhe mendoj që shumë shpejt do të arrijmë. Tek pjesa e Shqipërisë kemi filluar me 3 projekte dhe mendoj që në të ardhmen edhe Shqipëria duhet të bashkangjitet, Republika e Shqipërisë duhet të bashkangjitet Republikës Kosovës me këtë ide, sepse është një ide shumë e mirë dhe shumë përparimtare me të cilën ne më vonë mund të mburremi, ne mburremi edhe tash, po edhe më vonë mund të mburremi me të arriturat dhe ruajtjen e kultivimit të vlerave njerëzore të këtij vendi. Po hasni probleme ndoshta nga Republika e Serbisë që ju pengojnë për ndarjen e këtyre fondeve? Tash problemin më të theksuar është problemi i subvencioneve për bujqet, ku Republika e Serbisë realisht Ministria për të Drejtat e Njerëzit dhe pakicave dhe dialog kanë ndaluar, domthonë transferin, kanë ndaluar të realisht të ekzekutohet fondi për 1 milion euro për bujqet e Luginës së Preshevës. Dhe këtë aspekt e kanë bërë vetëm me pretekstin sepse jemi shqiptar. Domthonë, si thash edhe më herët, po e them edhe tash, Serbisë çdo gjë shqiptari pengon. Realisht nuk është funksionimi sepse po funksionon Këshilli, por realisht po i pengon këmba e Kosovës dhe Shqipërisë në Luginë të Preshevës. Domthonë kjo qasje ndaj Kosovës dhe ndaj Shqipërisë është e hapur dhe është dije se çfarë strategji e kanë. Domthonë qasja është gjithmonë në pengesa dhe në diskriminim që sa më shumë të shpopullohet ky vend. Po në këtë përkraje nga Tirana dhe nga Prishtina, çka mund bëhet edhe më shumë? Realisht duhet të krijohet një strategji kombëtare. Me Shqipërisë dhe Kosovës duhet të krijohet një strategji kombëtare, po gjithashtu edhe duhet të përfshihet edhe Republika e Maqedonisë së Veriut dhe të krijohet një strategji kombëtare për Luginën e Preshevës realisht, sepse po nëse unë mendoj që nëse nuk krijohet një strategji kombëtare, shumë shpejt do të mund të vajtojmë në Sharki dhe Lahut, sepse ky vend do të mund të bëhet edhe një qamëri e dytë dhe pastaj nuk do të kemi kohë për riparim, sepse është koha e fundit që shqiptarët e Luginës të jetojnë dhe sepse shqiptarët e Luginës janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për këtë vend, por vetë duhet mbështetje shoqërore. Domthonë me një strategji kombëtare për Luginën e Preshevës, mendoj që mund të arrijmë dhe ky vend do të jetojë dhe do të frymojë shqip. Faleminderit shumë zotëri Rexhepi. Menderqofshi. Dhe shpresoj edhe hera të tjera. Patjetër, ishte kënaqësi gjithashtu. Për të gjithë që e keni ndjekur emision deri në këtë moment, faleminderit. Shpresojmë që ju kemi dhënë diçka informacion mbi ngjarjet mbi këto. Ju vazhdoni të ndjeqni kanalin e Step by Step, bëni like videon, subscribe kanalin ton. Ne do të vazhdojmë pra, si që kemi filluar pra çdo të mërkur nga ora 18, të mundohemi të jemi çdo herë para jush. Deri në javën e ardhshme, deri të mërkurën e ardhshme, mirëmbëjtje e miru takofshim.